Me siguri e keni dëgjuar shprehjen mosdia është bekim, por këto ditët e fundit keni mundur edhe ta shihni se si duket demonstrimi i këtij frazimi në praktik, derisa ju ka rënë ta dëgjoni intervistën që formalisht e bëri kryeprokuror shteti Zejnullah Gashin. A ka mundsi edhe një herë pyetje, më fal, i nderuar? Kjo sekuencë nuk është një moment para atije këtij prokurori, por shëmbulltyra përfaqësuese e krejt intervistës 60 minutëshe. Për një orë, Zejnullah Gashi pos vetes ka vënë në siklet të gjithë ata që kanë pasur durim ta dëgjonin. Krejti pa qartë, pa dije elementare për pozitën që merrte, pa objektiva, pa afate, pa kurfar qartësie e vizioni. Por në vend që këto mungesa të ishin penalizim që ja pamundson të marrë këtë pozitë kaq të rëndësishme në hierarkinë institucionale të Kosovës, megjithëse kjo mosdije ka qenë kualifikimi i nevojshëm dhe pasaporta kaluese për partinë në pushtet. S'ka nevojë të jesh ekspert i drejtësisë të kuptosh që Zejnullah Gashi s'është ekspert i drejtësisë. Hajde analizojmë pak. Intervista fillon me karrierën e Gashit, ku i njëjti përvojën 26 vjeçare e lidh me mira kallëzime penale të ngritura. Me mia kallëzime penale kam ngritur dhe në atë kohë më kujtohet shumë mirë se pas një pune të suksesshme profesionale që kemi arritur të arrestojmë disa dhjetra të persona zyrtare në komunën e Prizrenit. Mira sa, se mira janë edhe 2.000 edhe 99.000. Si prokuror, pasesh si shef i krimeve ekonomike, kam trajtuar shumë raste të edhe zyrtar të lartë kam hetuar dhe bile disa dhe kanë marrë edhe epilog sa i përket aktgjykimit të dënues. Shumë raste, shumë zyrtar, disa raste me epilog, pa shembull konkret, pa emra. Cilin grup kriminal e keni shkatruar kryeprokuror? Kush janë zyrtarët? Cilët zyrtarë të lartë që kanë dënuar në bazë të një akt akuze të ngritur nga jo? Këto pyetje do duhet të paktën t'ia bënte paneli, por nuk bëhen pyetjet kur zgjedhja është e paracaktuar. Ju e dini se kem pas raste të vrasjeve, të disa vrasje makabre, të cilët fillimisht nuk kem pas asnjë provë, mirë po pas angazhimit maksimal në menaxhimin tim me prokurorët, kemi arritur që ato raste të zbulohen. Çdo herë ose në shumicën e rasteve, për fazën fillestare për krimet e kryera, nuk mund të sigurohen me njëherë prova. Madje zbulimin e krimeve e bën hetuesia, jo prokurori. Prokurori drejton veprimet dhe autorizon veprimet. Bile të marrin dënimin kapital. Legjislacioni i Kosovës nuk njeh dënim kapital, zoti kryeprokuror. Burgimin e përjatshëm po. Dënimi i kapital do të thotë dënim me vdekje. Prioriteti kryesor i jemi është lufta kundër korrupsionit, dukurive, kundër korrupsionit, krimit të organizuar, pastaj veprave penale, të krimit kibernetik, trafikimit me qenie njerëzore, dhunës familje dhe veprave të tjera ordinere. Po me krimet e tjera çfarë do të bëhet? Krimet e luftës, krimet ekonomike, armët. Asnjëherë në jetën time, as unë, as familja ime nuk kemi rënë ndesh ku do të cenohet integriteti, jo vetëm personal, po edhe institucional. Përgjigje e pa sinqert dhe pa vërtet, të paktën aq sa dihet publikisht. Nuk e përmendi as shoqërimin e tij me politikan në një ndeshje futbolli në Slovaki, që shumica nga ta kanë qenë ose janë nën hetim, si Faton Peci e Ramiz Ladrovci. Disa nga ta dhe të akuzuar si Agim Ademi e Glau Konjuca. Madje se përmendi as rastin e shkuarjes së tij te Albolena Haxhiu në kohën sa ishte ministre e drejtësisë. Më e keqja, përballë për ta intervistuar si pjesë të panelit, e kishte Elza Bajramin, që është vartëse e tij në prokurorinë themelore. A nuk është ky konflikt interesi? Pra, gjatë intervistës, kandidati ofron përgjigje të paqarta, me gabime elementare gjyqësore, logjike dhe praktike. Shumica ndërmuese e përgjigjeve ishin të devijuara dhe jo relevante, pasi që ishte jashtë thelbit të pyetjes. Nuk ishte as i përqendruar, pasi që disa herë kërkoi përsëritje të pyetjeve, edhe pse kishte mundësinë që të mbante edhe shënime. Po me gjaz vendimin për të kandiduar si kryeprokuror, Zejnullah Gashi e kishte marrë së fundmi, sepse në planet e tij as afatgjate nuk ka qenë. Është vërtet se ka në thashë theme të tilla, asnjëherë s'e kam menduar këtë. Kur për herë të parë pyetja që po më bëhet edhe përgjigjen për ta japë që asnjëherë nuk e kam menduar.